Kjo është ndeshja fundit e klubit futbollistik Luftëtari nga Gjakova në ligën e dytë. Ata pas kësaj do kalojnë në ligën e parë të Kosovës, ëndër e realizuar fal angazhimit të shumë gjeneratave që nga vitet e 70-ta punuan antar të këtij klubi. Përkundër faktit se vendin e kishin të siguruar, djemt të Luftëtarit edhe në këtë ndeshje u treguan serioz me kundërshtarin e tyre, klubin e Baranit. Ndeshja përfundoi me rezultat 3-1 në favor të Luftëtarit. Natyrisht i gjithë klubi ju gëzua fitores tashmë të dyfisht. Ata u shprehen të lumtur që tani realizuan një ëndër të kamotshme. Me sukses e kaluam këtë ligë, kështu se na pret liga por sfida më të mëdha. Jam i kënaqur me lojtarët e mi që dhanë maksimumin edhe kanë shumë të disiplinuar. Kështu që vetë edhe rezultati shihet në fund. I falenderojmë gjitha ekipet për mikpritje, po ashtu i falenderoj edhe lojtarët e klubit tim që dhanë maksimumin nga vetja dhe na arritëm të kurorëzohemi me kupën e ligës së parë. Kryesia e klubit falenderoi të gjithë sponsorët, futbollistët dhe stafin teknik, të cilët ishin të angazhuar gjatë tërë kampionatit, e që bën të mundur arritjen e qëllimit.